Miliarderi Elon Musk është bërë pjesë e kongresit të partisë së Matteo Salvinit. Ai ka folur përmes një videoje ku ka dhënë mesazhe të forta. Musk i tha Salvinit se shpresonte se në të ardhmen SBA dhe Evropa mund të krijojnë një partneritet shumë të ngushtë, më të fortë, dhe të arrijnë një zonë me tarifa zero dhe një zonë të tregtisë së lirë. Është e vështirë të zvoglohet burokracia. Jemi shumë transparent. Çdo veprim postohet në website dhe në X, por ne akuzohemi për gjithçka. Në fakt ne shkurtojmë shpenzimet absurde, por ata na sulmojnë në mënyrë absurde. Kushdo që dëshiron të zvoglojë lirinë e shprehjes është një Mussolini, një Stalin, një Hitler. Kufizimet janë të natyrës fashiste. Ai, i nxitur nga zëvendës kryeministri dhe kreu i Lega Nord, Matteo Salvini, Musk foli edhe për emigrantët. Emigracioni masiv është i çmendur. Ai do të çojë në shkatërimin e çdo vendi që e lejon atë. Musk nuk përdor tone qetësuese kur vjen fjala tek terrorizmi, teksa paralajmëron se do të ketë vrasje të shumta në Evropë. Me terrorizmin ne përfundimisht do të shohim vrasje masive në Evropë. Miqtë tuaj, familjet tuaja, të gjithë do të jenë në rrezik. Ne shohim një rritje të madhe të numrit të sulmeve në Itali dhe në Evropë në përgjithësi, dhe media përpiqet të zvogëlojnë ndikimin e këtyre sulmeve. Do të shohim vrasje masive në Evropë. Ky është trendi. Sa është shkalla e sulmeve terroriste në Evropë tani? Kjo do të çojë në një masakër të vërtetë në Evropë. Ai, duke ju përgjigjur një pyetje të Salvinit për luftën në Ukrainë, Musk përsëriti: "Nuk kam respekt për ata që duan që lufta të vazhdojë përgjithmonë për interesat e tyre. E majta nuk ka plan për të ndalur luftën. Të dërgosh njerëz të vdesin çdo ditë pas një plan përgjithmonë është njerëzore." Trump ka të drejtë. Ne duhet arrijmë paqen dhe është koha që masakra e këtyre të rinjve të ndalet. Makina e vdekjes duhet të ndalet në Ukrainë dhe gjithashtu në Rusi. Të rinj detyrohen të vrasin. Pse? Është koha për të thënë mjaft.